42 familje dursake të cilave u është dorëzuar vendimi i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit për të liruar në mënyrë vullnetare shtëpinë deri më 16 shkurt, kanë firmosur dhe dorëzuar pranë bashkisë peticionin ku kërkojnë anulimin e vendimit në fjalë. Përfaqësuesja e grupimit qytetar kundër projektit Tit Durrës, Entela Koja, deklaroi për Durrës Lajm se dhe pas takimit me kryeministrin Rama, të realizuar më datë 14 shkurt, nuk ka transparencë nga institucionet lidhur me mënyrën se si do të procedohet në vijim. Peticioni jonë zyrtar ka të bëjë pikërisht me këtë, pavarësisht se ju po vazhdoni me grupe, bëni shumë të zhurmshme, grupe të cilat gjithsesi po vazhdojnë po punojnë në terr, pra nuk po punojnë me të drejtën e informimit që duhet të ulen njerëzit të gjithë bashkë, të gjitha grupet bashkë. Ne i themi e para ta nisin nga gjërat ligjore. Dhe gjëra ligjore është mos i mbajnë njerëzve letrat në fuqi të IMT-s. Pronat tona nuk janë të vlerësuara siç duhet dhe ofertat janë akoma shumë larg plotësimit të qëllimit të njerëzve. Një ditë më parë në podcastin e tij Flasim, kryeministri Edi Rama theksoi se realizimi i projektit Tit Durrës është strategjik për të ardhmen e qytetit të vjetër dhe për zhvillimin e tij si destinacion turistik mesdhetar. Por Koja deklaron se projekti i Ministrisë së Kulturës, Bashkisë Durrës dhe ADF-s nuk ka as pak lidhje me amfiteatrin dhe zbulimin e tij. Sipas saj, banorëve autokton po kërkohet u merren pronat me vlera shumë të ulta shpronësimesh në emër të zhvillimit. Për sa i përket projekteve të zhvillimit që ai thot, mund të kujtoj që ky projekt Tit Durrës nuk ka lidhje fare me amfiteatrin, ka zero buxhet për zbulimin e amfiteatrit. Ka buxhet vetëm për të vendorë pronat rrotull amfiteatrit, që me sa duket projekti i shef si atraksion për të nxjerrë profit edhe me idenë po ju investojmë, po ndërtojmë diçka pak më të mirë se që keni. Në emër të amfiteatrit po abuzohet shumë. Disa ditë më parë në banesat që preken nga projekti Tit Durrës, shkoi kryetaria e bashkisë Emiriana Sako dhe të tjerë aktorë institucional, por qëllimi i vizitës mbetet ende i paqartë për familjet që rrezikojnë të humbin banesat e tyre prej aplikimit të projektit që synon rihetëzimin e zonës historike të qytetit bregdetar.